بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا صدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف لا يخرج أحد شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحي 70 شيطانا. Falënderojmë Allahun, salat e selam e pejgamberit ton Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokët e tij, gjithë besimtarëve musliman. Ajetin që e lexuam, ajetin kuranor që e lexuam, është në surën Al-Baqara, dhe hadithet cilët do t'i lexojmë, shpjegojmë, komentojmë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kanë të bëjnë vetëm me ndihmën që duhet muslimanët të kenë mes veti. Ndihmën e cila i ofron muslimanët njëri me tjetrin, ndihmën e cila i bën që muslimanët të kuptojnë hallin e vet, të dinë hallin e vet, hallin e kushijës, hallin e kushëreve, hallin e familjes vet, hallin e familjes gjendjen e tyre, është fjala. Gjë që kjo është porosi islame. Kjo është porosi islame që njeriu të interesohet për hallin e të afërmëve vet, jo për t'i poshtru, jo për t'i nënçmu, por për t'i ndihmu. Se jemi mësu që punët e tonat na i din qertë më mirë se sa na veç i din, por ama ata nuk i kanë me nijet mirë, ata i kanë me nijet keq. Sepse ato punë që neve na ndodhin në shtëpitë tona, ata i ruajnë ato muhabete për me na zonë kryt në ditë. Kur na flasim ndonjëherë, ata më na zonë kryt. Thotë kjo ka ndodhur shtëpi tonë, kjo ka ndodhur xhelit tonë, kjo ka ndodhur çikës tonë. Ajo interesi i tij që ai me ndihmu situatën, me ndihmu ty familjen, pse e para të ka të afërm, nëse të ka kushi, kjo i shtota e dyta, po dhe treta, nëse je musliman. Alhamdulillah, këtë musliman, edhe duhet të ndihmohen në këtë pikë që ata mos të interesohen për hallin e njëri tjetrit, për gjendjen e njëri tjetrit, për ta poshtru, për ta nënçmu, por për ta ndihmuar. Kjo është gjë më e rëndësishme, cilin mund ta bëjë njeriu, edhe duhet ta bëjë besa në këtë dynjë, që gjithnjë të jetë në favor të mirës, në favor të keqes, jo në favor të gibetit, jo në favor të shpifjes, jo në favor të përçarjes familjes apo zbulimit sekreteve të tyre. Gjë që nuk është as pak në rregull në forma të tilla të punojnë muslimanët. A kjo të na është shumë e përhapur, kjo e keqja, a kjo e mira është shumë pak e përhapur. Kjo ana e mirë, pjesa e mirë e interesit muslimanëve shumë pak është e përhapur në raste të veçanta, kurse kjo ana e keqja është shumë e përhapur. Allahu tha në Kur'an in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Nëse sadakën që jepni, atë sadakë, tha Allahu, ju e jepni haptazi, tha kjo është mirë, kjo është bukur, kjo është mirë. E tha nëse ju të khfuha, e jepni fshehurazi, wa tu'tuha al-fuqara, edhe ja jepni fukarave, tha kjo është shumë më mirë për juve, sikur ta dini. Allahu thënë surën Baqara. Pra e thënë mja, ndihma është dy lloje, s'ka lloj tretë, vetëm dy lloje. E para është që jep haptazi, e dyta jep fshehurazi. Do më thonë nuk e din askush se sa kini mu, tek i kini mu.
Kurse kjo ana haptazi, që i kini mu dikon haptazi, u marrë vesh sa pare i ki dhonë, u marrë vesh se qka i ki ndimu, u marrë vesh se qka i ki ble, qka i ki dhonë, ose u tregu. Atëherë, është e thjesht kjo. Pse është e thjesht? Është e thjesht se Allahu na e pranon këtë sadak. Me kusht, sigurisht, që mos me përmend ata. Me kusht, mos me përmend. Po, kjo e dyta s'ka të pagu me heq. Me ndimu një njerit, edhe mos me marrë vesh kush se kush ka ndimu, kjo është gjeja më e bukur që mund të bëjë muslimani. Gjeja më e bukur që mund të bëjë muslimani. Që ndimon një musliman, ndimon një kushie, ndimon një kusheri, ama ndimon me çka i duhet, a? E ndimon me ato çka i duhet. Jo me ato çka si duhet. Se na çuditë me disa raste kur dëgjojmë njerëz cilët nuk i del ushqimi as për një javë, nuk i del ushqimi ndashta mbrana ditës, Allahu ala ma ka s'ka, jeton prej ndihmave, qonë kusherit kur të martohet ky, edhe e thoj na po ta ikmi dashën të restoran. Plus restoran, plus edhe haram deri në fyt. A kënej e rifi pi ndihmave jeton. Çfarë dasme do të jetë ajo? Ndihmoje me atë çka i duhet atij, që ai mos me dal bile një kohë tjetër me lyp ndihma prej njerëzve tjerë. E jo na po ta ikmi dasmën ty, edhe ta bëjmë si ka hije, na ta kallmi, se s'bën pa e kalli. Kemi kall po tjetër për ty ta kallmi. Çka me kallaj? S'ka me kall do. Ndihma duhet jenë me vend. Jo kështu të tilla, se jeta nesër mas dasmës prap duhet të vazhdu. Normal duhet të vazhdoje. Duhet me di se çka me ndihmu. Ka disa njerëz cilët thonë vetëm ta hekim obligimin, edhe i lëshojnë parë në xhep edhe shkon. A nuk e din se ja ka vënë bash atij që s'duhet. Shkon i lun kësifa lotarie, shkon i lun kësifa kombimore, shka s'kan kombimore, shka bastore, shka këtu, që na u kanë bërë shumë. Në bastore shkon i lun. Te shtëpia s'mrrin atë parë hiç. Apo jepen grave dhe atu harxojnë në saltanat. Në saltanat pa nevojshëm për shtëpi. A këni na fëmia, apet nesër, mas një javë, mas dy javë, apet kanë me hek për diçka. Pra duhet me ditë se si bejnë mu njeri. Për atë, sadaka duhet jetë e menduar mirë për me mri efektin e mirë. Sa ma shumë të mendohesh edhe të mundohesh, kime pas sevap të Zoti. Kime pas sevap se po e nimon ashtu si duhet. Me atë që ai ka nevojë, e ti ke shku edhe ke nimu. Nëse e ke fshi, kjo është shumë ma mirë. Ke dhonë diçka, ke ndimu diçka, edhe ka shku në formë të fshehur, duke e quat ndihmë të fshehur të personin fjalë, edhe ai nuk ka marrë vesh sot e kësaj dite se kush e ka ndihmu. Kjo është prej mirësive më të mëdha që mundet me bë një musliman. Mirësive më të mëdha. Nuk e përmendim na se çka. Nuk e përmendim na se çka. Nuk e caktojmë na se çka, sepse ajo është diçka të cilën secili njeri mund ta gjejë vetveten e vet. Ato mund me gjetë në shtëpinë tënde. Ato mundesh me gjetë te avlatet të me ndihmu. Me jam mësu aty nëse bën nga njëra me ndihmu dhe mos me ditë kërkushi. Kur kët e kanë favorshme apo të përhapme në shtetet jo islame, ku nuk ka islam, ku nuk ka Kur'an, ndihmojnë shtetet e Evropës edhe nuk dihet kush i ka ndihmu hiç. Pse mos jetë këtë na? Duhet jetë na kjo, pse? Sepse sevapi është më i madh dhe plus pa vën për Allahun fuqiblo. Një prej tregime që më ka çudit mu, do ta them sot. Sadaka më e mirë që ja ka dhënë gryes vet. E përsëris, sadaka më e mirë që ja ka dhënë gryes vet. Ish martu njoni me gryën e vet, edhe mas 6 muajsh gryja po lind. Kri me njerë dëshimet, gryja, ky fëmijë nuk është i tij. Fëmija është i tjetër kujt. Tash me e qitë në shesh, gryja e ka pëlqy, një qaj i ka pëlqy. Me majt, qysh me majt. Qka me botash, qëfar zgjidhe me botash, ku me quat fëmijë. Edhe i thot gryjes mramje, i thot mështelloma këtë fëmijë, bebel. Edhe del në xhami, në sabah. Kur del në xhami në sabah,
e prit xhamati jashtë larg xhamisë rreth, edhe e lën fëmijën te dera e xhamisë, edhe hin marrëna mu fal barabar me xhamatin. Duke u fal me xhamatin në sabat do thot, duke u fal me xhamatin, veç fëmia filloi vajin. Fëmia ja nisi me kajt. Me nxjerr betesën sabahin këta me imamin derisa kur dolën jashtë dera gjetën fëmijën. Imami tha, pas kalon dikush një fëmijë, çka më bëna me këto? Kur kush të lamru ky tha, a bën o imam, tha, unë tha ta marr këtë fëmijë që i shlon kë vet, a bën tha ta marr, tha ta çoj, tha në shtëpi, tha, unë tha ta rrisë, tha gruaja jeme, tha. Unë tha po e marr. Tha a bën ta marr, tha unë këtë trëndafil. A më një gjë tjetër kishte ndodhur më herët. Se imami i kësaj xhamisë e kish pa pejgamberin alayhis salam në ëndër, edhe i kish thonë çati i burrit boni selam se është me mu barabar tha në xhenet. Bashkë tha jemi në xhenet, boni selam tha atina. Ai nuk e diktoi njëherë imami hoxha se çka ka ndodhur, se ka ditë që fëmia e kur e pyeti ke djalin, tha bejt bëjnë Allah, vetëm në Allah, jo si të na, bëjnë çka dush, jo vetëm në Allah, s'ka që të. Bëjnë Allah, tha askujt mos me i tregu. E kur ja tregon në rastin, tha ti e pas ke bo sadakën më të madhe që mundet me bo dikushi. E tha prej sotit, se ai kur kish dalë prej xhamisë i kish thonë, unë po e marr këtë trëndafil, këtë bebën e kish hyrë trëndafil, për ja çoj në sisteme. Tha kjo xhami tha prej sotit e ka emrin xhamia e trëndafilit. Xhamia e trëndafilit. Sadaka më e madhe, pra sadaki edhe me gryn tënde. Sadaki me vllatë tu, sadaki me musliman, sadaki në çdo pjesë prej pjesëve të jetës që muslimani mundet me i bën për asgjë tjetër, vetëm e bën për Allah, për Allahun fuqiplot. Shiblu xhamati pak me plusu safin, pak plosoni safin, se ta në kur pianismin farzit për bërtasin ata që tek pucët, plosoni safin. Plosoni safin nga ndal gada. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thani hadith: la yakhruju ahadun shay'an min as-sadaqa hatta yafuku anha lahya 70 shaytanan. Dënjani për jushta kur ndimoni, kur jepni sadak, tha për çdo të dhënë, tha ai tha i ka zgjidh për asaj sadakës që i kon të lidhme në sadakën e këtina, tha 70 shejtana. 70 shejtana duhesh me mujtë musliman për me dhënë një sadak. 70, jo pa pak. 70 shejtana duhesh me i mujtë për me dhënë një sadak. E tash matë imanin tonë, çfarë imani ki, që atëherë sa shejtana mundesh me i mujtë. Nëse i mund 10 shejtana, jesën e 60, s'në jep sadak. Kot na pse folim xhami, xhamat duhet me dhon, xhamati s'jep. Xhamati nuk jep. Pse 10 po mo 60 jo. E tash duhet 70 me mrri, mi ka përcy ka 70 që shejtanët me liru, me ta liru sadakën ti me dhon, edhe mas andej ti me dhon atë sadakën tonde. Po, a mo çfarë sevapi po ka ata? Allahu azza wa jalla than Kur'an: "Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbatin 100 habba." Shembulli i atyre, tha që japin për hatër të Allahut, është sikur se shembulli i kallinit, i cili hudhët si farë, ai kalli tha i ka tha bën 7, për njëri bën 7, secili kallin tha i ka tha ka 100 kokra. Domoni që do një apo bën 700. Kështu Allahu azza wa jall na kujtoi neve këto. Apo pse me kallia thu? Pse me kalli? Pa nuk po ndohë kjo me neve kështu? Tash më na i kemi ra 2, rrafshim i bos, po mjell me bujqësi kur gjë. Po ama ata që e mjellin edhe din, e hedh një thas me grun, ka i mëz, thot jam në fitim, si të mdalin 7. Po me mdal për mi 7, pi njave me mdal 7, thot jam fitim. Po me dal 10, thot miri kom punë si vetë, po mlona. Pi njave 10. Allahu shka për thot? Pi njave tha unë 700, tha ja juve. Pi njave 700, tha ta jap. Allahu zë vëgjel, gjdo her neve kështu në furnizon, edhe ne shumë pak, e nalë me vetën me mendu se sa Allahu është
bamirës ndaj neve, sa është furnizuesi madh ndaj neve, edhe ne këto mirësitë e Allahut fuqiplot nuk ja shprehim, nuk ja falenderojmë, sepse ai e meriton falenderimin. Ai e meriton falenderimin tonë. E ata cilët e japin, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është sikurse shembulli i kallit, tha çdo kalli, tha ka 100 kokra bojnë 700. Një person erdhi te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ta vërtetuar ajetin, tha ja Rasulullah, tha kam një deve dvulosur, domthon zgellme. E tha kët po jap fi sebilillah, për Allah po jap. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam masi ai la devën, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam leke biha yawman qiyamati 700 naqatin makhtuma. Tha për këtë devë që e dha për Allah, tha ditën e gjykimit, tha do t'i kesh 700 deve dvulosura. Allahu pra do ta shumëfishoje ty sevapin e asaj që je duke dhënë. Al-Hasan al-Basri, dietari i madh, tha law ra'aita rajulan yunafisuka fi dunya fanafisu fi al-akhirah. Nëse vren një njeri po bën gara, po ushtyhet me ty për punë dynjas, fanafisu fi al-umur al-akhirah, tha ti bën gara me ta në punë të ahiretit. Çfarë Allah tha dietari i madh? Nëse dikush shtyhet me ty për punë dynjas, nëse ti shpihen 2 kat, ai e bën 2, nëse ti 3, ai e bën 3, nëse ti 6, ai e bën 7, tha leje mos ushty me ta, po tha ktheu ahiretit, puno për ahiret. Ti kur e ke drejt se ki pas një të më ushty, ama ai ka bëu këta për më ushty me ty. Tha mos u merr me ta, se s'u na çet skej. Po çka? Tha jepu mas punëve të ahiretit, bën garën e ahiret, se ajo është dhënë mas dynjas. Ati mo nuk ojtë interesu dynjalluku, më falni ahireti. Ati po intereson dynjaja. Tha mos u merr me ta. Jepu mas ahiretit, mas asaj që mendon çdo besimtar musliman të përfitoje, sepse si në fillim, si në barim, për e gjitha këtynve që përmendim ne, fiton vetëm tjo musliman. Shumë njerëz na kur bojmë porosi, xhamat me nimu xhamien, xhamat me nimu filanin fëmijën e smut, xhamat me nimu filanin po ndreç ke shtëpi, filanin ashtu. Më nërë thonë, çfarë koristi kanë tha këtu? Më nërë, çfarë koristi kanë këta? Ta marrin diçka, këti në jetë diçka. Kjo është një gjë e cila ti gabim besimtari mendon kështu. Ti duhet mendosh për vetveten tënde, ti çka fiton prej asaj. Të ka arë mundësia me nimu diçka. Po. Edhe milionat me dhon dikush më këtë xhami s'ka nevojë me dhon më tepër më këtu. Kjo është ka undresh, u kry më kjo. U kry më kjo. Ata që kanë dhon, se vapën e kanë deri në ditën e Kiametit. Edhe ata që do të punohet ende në xhami, qoftë klasa, biblioteka. Ata që japin edhe ndihmojnë deri në ditën e Kiametit, se vapën e saj e kanë. Sa një ndreshet më. U ndresh një herë, çadrmani një herë u ndresh. U kryt më. E kanë ndresh, u kryt, se vapi deri në ditën e Kiametit atina. Do thotë musliman bëjnë gara për të mira, jo për të këqija. E tash nëse ja bëjmë gara në për të këqija, atëherë s'kam sa t'rregojmë ne këtë fletë, se ju dini më mirë se unë për këto. A nëse doni më t'rregu për ahiret, për gara për ahiret, se si bëjnë musliman, u shtyhen për me mrin sevap, atë jemi duke bënë sa tu para juve. Muhamedi alayhis salam mas jacijes unal një njeri, një axhemi i panjohur, musliman ama, në xhami. Tha ja Rasulullah, tha s'kam tha vend ku me flet. As kom hungur hiç. Pejgamberi alayhis salam për pyet gruën e vet Aisha, më nërë të shtëpia aty afër. Tha kemi diçka, vallahi ja Rasulullah, veç ujë kemi. Gruaja vet veç ujë kemi. Pejgamberi Allahut. U drejtu ka sahabët, tha o këtemin. Tha a bën dikush gajret ta më marr sonte konak me boktina. Tha se unë s'munda, s'kam. U çu njëri prej ansarëve, banorëve të Medinës, tha unë pa marr ja Rasulullah. Edhe mori këtë njeri edhe qënë në shpit vetë. Ku shkoj në shpit vetë, hini në dhomë dhe pëtët grujës vetë, a ka diqka? Po tha, qka e prune mëra, tha, ka, tha, ushqim, tha, vetëm, tha, për fëmija. Veçëm për fëmija, tha, me hongër, tha, mos me fletë, tha, barku në shprast. Tha, s'kemi shaj bojë, tha, kom pru, tha, më. Ama ushqimi i fëmijëve, ku ta kthesh për një të madhit, i del vesh njonit. A këta 2-3, sa po janë. Kur morën tash, e shtroj qatë që ka pas me adhan, u quki prej menqëris e përmendëm, muslimani i menqër, u qu edhe shuki qirin, që mos me pa, si shka pëndohet. E kur e shuki qirin, a i filloj me hangër, a ki veqë për typ kënë thatë. Zotnia i shpijës,
u për të pëken thatë, s'ka, pse? Vetëm ngjihet musafiri. E musafiri më bitisit vetën unë nget, ranë me fjetë, nesër me në gjami, e dërzoj sabah. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha këtij sahabijut, edhe gryes vet që kishte flet barkun shprast, edhe fëmijëve të vet që kishin flet barkun shprast, tha Allahu tha selam ju ka bëu familjes juaj tha. Tha Allahu është çudit me punën që e keni bërë ju në mram. Këta janë muslimanët e parë. Këta janë muslimanë cilët e kanë ndihmuar Islamin edhe kemi çka me qit na para xhamatit. Se kjo është edukata jote. Kjo është historia jonë e bujshme që na i kanë lënë sahabët se si muslimani është dordhanës ndihmës ndaj vllaznive të vet, pa më parasysh se ku janë ata nga janë ata. Pejgamberi sa më tha në një hadith: "Wallahi ma al-faqru akhsha alaykum walakin akhsha alaykum an tabsatu alaykum ad-dunya kama basatat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tunafasuha fatahlukukum kama ahlakatuhum." Tha unë tha, pejgamberi sa më tha, vallahi tha unë nuk friksohem prej fukarallëku që juve kam ju kap. Prej fukarallëku që kam ju kap, jo, fukarallëk s'kan musliman. Pse s'kan? A ke gjeni maj, po, a u quti kush protest? Jo, pse mu shu protest? Kejt kam bollok, se duj. Protesta se kejt pun kanë se dush. Të musliman, ama ta qirë që unë protesta. Europa kanë pun sa dojnë, apet që unë protesta. Pse lypin ma shumë. Musliman janë, kanë bollë sa dush. Mirë, tha unë s'po frikona për fukarallëkën e juj. Po tha po frikona, tha që kam ju hi dynjaja në zemër. E tha ku ta doni dynjajën shumë, tha kam ju shkatru. Tha sikur se që i ka shkatru popojt para jushta, e ata janë të shkatruar. Kjo tha është ajo që unë tha friksona për juve. Këto ishin fjalë e pejgamberit alayhis salatu wasalam, që edhe me këtë po e përmbyllim që vërtet besimtarët musliman duhet të marrin hisën në dynjë atë që ju takon, duke u interesu që hallin e muslimanëve deri te muslimanët të ndihmojnë me atë që kanë mundësi, me atë që Allahu fuqiplot ja ka dhënë në fuqi, në dorë, në që ata të jenë të lidhur me vetit, ata të jenë të afër me njëri tjetrin, por asgjë tjetër, vetëm se kështu është urdhri i Allahut fuqiplot që muslimanët ndihmohen me vetit. Kjo është ajo fuqia të cilën ne posedojmë, kjo është ajo fuqia që Allahu fuqiplot na i ka dhënë neve përmes Kuranit dhe përmes haditheve të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Me këto cilësi ka fituar muslimanët e parë, me këto cilësi do të fitojë çdo musliman i cili i përmbahet këtyre rregullave që ne i përmendim deri tash. Ne lutim Allahun që atje të razi neve dhe veprat tona, edhe Allahu subhanahu inshallah bën namazin e xhumas kabull neve dhe gjithë muslimanët kudo që janë në botë. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi